Pas stuhisë së fuqishme që goditi vendi një ditë më parë, 10 rrethqytetarë kanë kërkuar ndihmë mjekësore, ndërsa janë regjistruar edhe dëme materiale në disa institucione shëndetësore. Drejtori i klinikës Shën Naumi Ohrit, Nebojsha Nastov, informoi se gjithsej 22 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore në klinikën universitare për sëmundje kirurgjikale, ku 2 prej tyre janë shtruar për trajtim spitalor. Ndërkohë, në klinikën universitare për traumatologji, ortopedi, anestezi, reanimacion, mjekim intenziv dhe qendrën urgjente janë trajtuar edhe 11 persona, prej të cilëve 3 kanë pasur fraktura më të rënda. Drejtori bëri të ditur se pjesa më e madhe e pacientëve kanë marrë trajtim për lëndime të lehta dhe janë liruar për mjekim në shtëpi. Një pacient ju nënshtrua ndërhyrjes kirurgjikale gjatë natës për shkak të një frakture në dorë. Gjithashtu kemi pasur një shtetas të huaj turist, i cili u lëndua nga rrëzimi një peme dhe pësoi lëndime. Gjendja e tij nuk kërkonte operacion, por vetëm trajtim dhe konsultim mjekësor. Ndërkaq, Ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski foli për dëmët e shkaktuara nga stuhia në institucionet shëndetësore. Ai theksoi se po monitoron të gjitha dëmët dhe pas vlerësimit të dëmëve nga kompanitë e sigurimeve do të fillohet me rekonstruksionin e tyre. Ka pemë të rrëzuara edhe në qendrën klinike Nën Tereza, por nuk ka të lënduar. Edhe në spitalin psikiatrik në Bardovc nuk ka të lënduar. Atje pati edhe një ndërprerje disa orëshe të energjisë elektrike, e cila tashmë është eliminuar. Ka dëme të konsiderueshme edhe në konstruksionin e qatisë së spitalit klinik në Shtyp. E për të gjitha këto dëme që janë shkaktuar nga stuhia e djeshme, kryeministri Christian Miskovski premton se të gjitha dëmet do të vlerësohen, ndërsa kompensimi do të bëhet në përputhje me ligjin dhe praktikën e mëparshme nga institucionet kompetente. Kjo qeveri kur nuk i ka lënë qytetarët të përballen vetë, falenderoi institucionet dhe kryetarët e komunave, të cilët gjatë mbrëmjes dhe më njëherë pas stuhisë epike që goditi Shkupin dje, dolën në teren dhe sanonin dëmet së bashku me institucionet në kompetencën e tyre. Ata du të vazhdojnë të bëjnë këtë edhe sot, sepse kjo ishte një stuhi epike. Me të vërtet, përgatitja dhe motivimi i tyre ishin të mëdha. Dëmi do të vlerësohet dhe në përputhje me ligjin, përvojën e kaluar dhe praktikën do të rimbursohet plotësisht nga institucionet kompetente. Autoritetet vijojnë të evidentojnë dëmët e shkaktuara nga stuhia, ndërsa qeveria garanton se do të angazhojë të gjitha mekanizmat për sanimin e pasojave dhe mbështetjen e zonave të prekura, njësoj siç e theksojnë si në çdo rast tjetër të fatkeqësive natyrore.